Bujqit e rajonit të Pollogut kanë protestuar para komunës së Gostivarit. Ata kanë kërkuar nga autoritetet lokale që të hapet kanali për ujitje në lagjen Malardi, i cili para do kohë u mbulua me asfaltimin e rrugës ku ndodhet edhe kanali për ujitje. Me mbulimin e kanalit me gjasi prej 300 metra, thonë se kapaciteti i ujit është zvogluar dukshëm. Bujku në Gjat Elmazi kërkon kanali të hapet menjëherë, pasi si thaj, bujqit e 14 fshatrave të Pollogut tepërm kanë mbajtur në ushqim këtë zonë deri në Dibër, kurse me problemin e shkaktuar nuk do të mund të kultivojnë prodhime bujqësore as për vete. Kërkesa jonë është kanalit hapet, që pa i pas pasojat. Saj do të hapet me siguri, por do të ketë pasoja. Do të ketë vërshime, mund të ketë edhe ndonjë rrezik tjetër, për shembull se ai ujë ka fuqi kur rrjedh në për atë kanal që ishte i zbuluar. Kanali kryesor duhet të jetë çdo herë i zbuluar, që të mund të pastrohet, që të mund të kontrollohet uji. A kanali i mbuluar, një pjesë të vogël kishim ne të mbuluar aty te rruga, se di si quhet atje ndalje, edhe me mëzise një pjesë e Gostivarit u vërshu për ujit. Duhet të jetë atë din çdo kush njeri, se nuk është kanali i djeshët, po është për një ka 50 vjet e tepër, e din edhe ato që e kanë ndërtu, e din edhe kryetari i komunës, nuk duhet nëse është fajt te komuna, nuk duhet sa më shpejt sa s'ka filluar sezoni i lëshimit të ujit, kanali të rregullohet, se përndryshe do të kenë pasojë të gjithë, por edhe bujqit që ky teren varet prej çasaj fushe. Pollogu është pelagonia e dytë për Maqedoninë. Ne nuk duhet presëm vetëm dikush na bjerë ushqim. Do ta prodhojmë vetë ushqimin. Kemi mundësi, kemi fushë, kemi kushte. Edhe ato kushte i keq përdorim, atëherë zbajmë ne. Bujku 83 vjeçar Sadri Abdurrahimi nga fshati Debresh thotë se me bujqësi mban gjallë familjen 13 antarëshe. Me vite, thot ai, në Gostivar mbyllen fabrika e ndërtojnë ndërtesa, por beton nuk ham, na duhet ushqim, thot ai. Nuk e kanë mollbabe, 13 vetë inson me qatë kanali ishe. Mlinin ma preshin, ma napolin ma mshelin, klanecën ma shetën, a zgradat a haun. Silikën e mshelin. 18.000, 19.000 punëtar ka pas 85 në provim. Se unë kom qonë atë 8, këtë unë e kom dresh. Pa kjo po uno? A kjo qeverio? A kjo qeverio? Nuk dim kujti më shtetena. Këtë që ka mbua mund të ke mbua prinot, që të ngrejnë bune. Si të lisherë do nuj, hapët, a nuk mbilët e në të vendë që evin 100. Kanali i cili është mbuluar në zonën 6 në Gostivar shërben për ujitjen e tokave nga fshali Zdunje deri në Pirok. Kjo ishte protesta e tyre e dytë. Pas protestës së parë, bujqit theksuan se kanë marrë premtim që problemi të zgjidhet deri në prill, por nga e premtuara nuk ka patur asnjë lëvizje. Nëse problemi nuk zgjidhet, ata paralajmërojnë bllokim rrugësh me makineri bujqësore. Ndryshe, punimet në zgjerimin e rrugës dhe mbulimin e kanalit për ujitje në lagjen Malardi u zhvilluan shtatorin e vitit të kaluar.